Drejtoristët e shkollës fillore Mustafa Bakia kanë shënuar sot ditën e shkollës me një aktivitet festiv që solli atmosferë të jashtëzakonshme brenda shkollës dhe në rrugët e qytetit. Me këngë, valle, recitime dhe performanca artistike, nxënësit krijuan një ditë plot emocione, ngjyra dhe kreativitet. Brenda ambienteve të shkollës u organizuan pika të shumta kulturo-artistike, ku nxënësit performuan para prindërve, mësimdhënësve dhe mysafirëve. Ajo që mori më së shumti vëmendje ishte paraqitja e voglushëve me kostume dhe role të ndryshme, duke sjellë atmosferën e një karnevali të vërtet fëmijësh. Karnevali këtij viti u organizua me 5 tema të veçanta, ku secila klasë prezantoi motive të ndryshme nga bota e rrallave, profesionet, stinët e vitit, ditët e shënuara e deri te veshjet kombëtare. Drejtoresha e shkollës Zana Kurti Shirudi tregoi më shumë rreth organizimit dhe rëndësisë së këtij aktiviteti për nxënësit. Këtë vit programi i shkollës do thotë është manifestu ndryshe. E kemi pas një program modest, të cilin e kemi zhvilluar me disa këngë të korit, me programin i cili kishte edhe recital, kishte edhe një pjesë tjetër që përfaqësoi këtë temën kryesore të këtij programi ose të këtij viti që ishte karnevali. Këtë radhë ne kemi vendosur jo vetëm brenda mureve të shkollës, po dhe jashtë asaj ta pushtojmë qytetin dhe të gjithë nxënësit e shkollës tonë Mustafa Bakia të parakalojnë me formë karnevali me 5 tema kryesore, duke paraqitur kulturën, profesionet, stinët e vitit, veshjet kombëtare dhe të gjitha përmes nxënësve të shkollës sonë. Të lumtur në këtë ditë feste u shprehen edhe vetë nxënësit, të cilët me krenari prezantuan kostumet dhe rolet e tyre. Sot është dita e shkollës, ne jemi shumë të lumtur që po e festojmë në mënyrë të karnevaleve. Ne sot jemi veshur me këtë veshje për një ditë të veçantë për shkollën tonë që është në 7 maj. Dhe dëshirojmë deri maksimum me veshje tradicionale dhe duke shijur me maska dhe me karnevale të ndryshme. Sot është dita jone e shkollës dhe ne kemi vendosur nga klasa jonë 4A2 të veshemi për pikën e ujit. Të gjithë jemi veshur shumë interesant dhe jemi shumë të emocionuar. Pas programit artistik në shkollë, nxënësit vazhduan festin me një defile nëpër qytet nga shkolla fillore Mustafa Bakia deri në qendër, të shoqëruar nga zyrtarët policor. Me këngë, valle dhe kostume shumë ngjyrshe, ata sollën atmosferë festive dhe tërhoqën vëmendjen e qytetarëve. Ky aktivitet u konsiderua si një ndër organizimet më të veçanta të shkollës, duke dëshmuar bashkëpunimin dhe kreativitetin e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.